Përtej volumit dhe përtej shifrave që janë jashtëzakonisht inkurajuese. Sepse që sot Shqipëria të kujdeset në mënyrë të posaçme për 65.000 individ është diçka shumë domethënëse. Dhe nuk janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem financimi, por janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem i organizuar institucionesh, pikash shërbimi, kujdestarësh dhe kështu me radhë. Ama me ana tjetër, bazuar edhe në mënyrën se si funksionon ende për fat mirë shoqëria shqiptare, që nuk është akoma e tërësisht e perëndimorizuar në pikën që njeriu nuk i thot mirëmëngjes njeriut, edhe pse mund të jetojnë ballë për ballë. Është e rëndësishme që me bashkit të shtyjmë shumë më tepër përfshirjen e familjeve në këtë sistem për kujdesje sociale. Shembulli që u paraqit këtu ishte shumë prekës, shumë motivues dhe nxitës për të kërkuar më shumë familje të cilat janë gatshme të marrin pjesë në këtë përpjekje sociale dhe të kujdesen për fëmijë që kanë nevojë jo thjesht për një streh, por për një streh në të cilën ka një ngrohtësi familjare. Dhe këtu duhen gjetur mekanizmat e financimit bashkarisht me pushtetin vendor, por në këtë pikë pushteti vendor është kyç dhe kryetarët e bashkive janë absolutisht aktorët kryesor për të arritur që të përcjellin sensin e kësaj qasje dhe për të arritur që të bëjnë punën e nevojshme bindse për familjet të cilat mund të bashkohen në këtë qasje dhe të cilave duhet t'ju dedikojmë një fond të veçantë. Thënë të gjitha këto, dua të shtoj se buxheti është gjithmonë më domethënës, sigurisht. Është rritur, siç e tha ministra, 6 herë nga momenti kur ne kemi nisur këtë përpjekje. Është 17% më i lartë këtë vit se sa vitin e shkuar, por buxheti nuk është e gjitha dhe nuk i thotë dhe as i zgjidh dot të gjitha. Kështu që për këtë arsye na duhet që këtë proces decentralizimi ta thellojmë, ta bëjmë më të konsoliduar dhe në ndërkohë të rrisim patjetër edhe cilësinë e jetës nën strehët e kujdesit shoqëror. Ne kemi nisur një proces në Tiranë me transformimin e kushteve për jetimoren e famshme, shtëpinë e përkujdesjes për fëmijët Zubera Dhudhin në një fshat të përkujdesjes brenda qytetit natyrisht. Dhe me këtë frym është mirë që të shohim me bashkit edhe të tjera mundësi për të krijuar hapësira komunitare të rëndësishme nga pamja e kushteve dhe cilësisë. Dhe në mbyllje dua të falenderoj sigurisht jo se kërkon protokolli, sepse në pikën kur duhen falenderuar ambasadorët vjen ajo kënaqësia ime për ta thyer protokollin dhe përgjithsisht mbase kemi vënë re që i kam shumë të kursyer falënderimet për ambasadorët, se në fakt ata bëjnë detyrën dhe duket sikur bëjnë një sakrificë që janë me ne, por për te protokollit dua të falenderoj shumë sinqerisht ambasadorin e delegacionit Bashkimit Evropian, sepse gjithë kjo që ka ndodhur e tha Denada është në skuadrën tonë negociatore, nuk do ndodhte pa mbështetjen e Komisionit Evropian. Është një vizion bazuar në një strategji
të cilën e përgëzoi edhe përfaqësuesi i UNICEF-it, i cili vjen nga një vend si Turqia, ku ka një eksperiencë të madhe në qasjen ndaj problematikës së kategorive në nevojë dhe ku ka një përpjekje të vazhdueshme për t'u gjendur pranë njerëzve në nevojë, kur tha që Shqipëria ka një strategji në këtë sektor që është e dalluar në të gjithë rajonin. Dhe nëse kjo është e vërtet, është sepse na ka ndihmuar shumë ndërveprimi me Komisionin Evropian dhe na ka ndihmuar shumë procesi i negociatave për antarësim. Ky është një rast tipik konkret për të kuptuar rëndësinë e negociatave të antarësimit, jo thjesht si provime që duhen kaluar për të arritur më në fund të ulemi në tryezën e Bashkimit Evropian, por si momente që përcaktojnë rritjen e nivelit të cilësisë në çdo sektor ku ato momente prekin këtë ndërveprim me Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht që Bashkimi Evropian është mekanizmi më i sofistikuar i mbështetjes dhe i mirëqenies sociale. Bashkimi Evropian zotron rrjetin më të avancuar të mbështetjes nga shteti, nga sektori publik, i familjeve, i individëve, i kategorive shoqërore që janë më vulnerabël. Dhe mësimet e marra në këtë proces janë përkthyer në një rezultat këtu. Prandaj shumë faleminderit Silvio për gjithë mbështetjen. Më vjen keq që gabove duke menduar që ishe i fundit, se pas teje pati më të rëndësishëm se ty si ministri i pushtetit vendor, si drejtuesi i UNICEF-it, e pastaj merri radhë mua, kështu që unë nxitove kur thej që kur na peçi nga lart poshtë. Në fakt, tani ti e poshtë, unë jam lart, siç e shef. Ndërkohë, dua të falenderoj edhe përfaqësuesin e UNICEF-it. Realisht kemi nevojë për këtë bashkëpunim. Nëse Bashkimi Evropian i ka të dyja, ka edhe lekët, ka edhe mendjen. UNICEF-i nuk ka lek, po ka mendjen, ka dhe zemër. Kështu që kinezët thonë një mendje, hiç mendje, dy mendje, një mendje, tre mendje, dy mendje. Kështu që bashkimi i mendjeve tuaja bën një mendje për ne, edhe mendja jonë, dhe pastaj zemrën e kemi vetë ne, të tjerë turk, ndërkohë që këta kanë edhe lekët që i kanë ato s'kemi çfarë bëjmë. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit kryeministër. Më lejoni të them vetëm një fjalë. Në fakt, ne kemi kaluar me një vizion shumë të lartë, shumë të qartë, me standarde, atë që ju na e keni imponuar, nga mbrojtja sociale në mirëqenie sociale. Dhe kjo ka të bëjë shumë. Kjo ka të bëjë shumë për çdo qytetar që e ndjen dorë dhe nevojën në momentin në të cilin atij duhet më shumë. Shumë faleminderit. Mbyllim sesionin dhe kalojmë në një pushim kafe, më pas vijojmë me sesionin e dytë. Faleminderit.